Xhubleta, një nga veshjet më të veçanta të trashëgimisë shqiptare, vazhdon të tërheqë vëmendjen për historinë dhe simbolikën që mbart. Në Muzeun Historik të Shkodrës ekspozohet xhubleta 200 vjeçare, përfaqësuese e trevës së Dukagjinit, ku sot gjallon kryesisht në Malsinë e Madhe. Xhubleta që ne kemi të ekspozuar këtu është ndër më të vjetrat që ne kemi, është përfaqësuese e trevës së Dukagjinit. Faktikisht xhubleta si veshje është veshur në gjithë Shqipërinë e Veriut, duke përfshirë Malin e Zi edhe Kosovën deri në luginën e Matit. Dhe përdoret kryesisht në gëzimet familjare, në festa, në aktivitete kulturore që zhvillohen kryesisht në zonën e Malsisë Madhe. Xhubleta mbart edhe një simbolik të veçantë, elementet dhe ngjyrat e saj shërbenin si tregues të rëndësishëm për fazat e ndryshme të jetës së gruas. Xhubletat e vajzave të reja, të cilat kanë qenë të pamartuara, kanë qenë elementi kryesor ka qenë e bardha, pra për treguar edhe të lirësinë e saj, por edhe që vajza nuk është e xhan, pra nuk është e fejuar. Kur vajza është martuar, që është përgatitur, është bërë gati për paj, ka filluar të punojë xhubletat për t'i patur në periudhën për t'i përdorur pas martesës. Dhe sa më shumë xhubleta që vajza ka marrë në paj, aq më e kamur ka qenë edhe familja e saj. Xhubleta ka edhe pjesën e kraholit dhe pjesa e Dukagjinit ka patur edhe me thak. Sipas volumtimeve, është një tregues i rëndësishëm që në ato raste ka qenë shumë e pazakontë që gratë të divorcohen. Në momentin që gruaja ka qenë divorcuar nga bashorti, thaku është prerë. Dhe ky ka qenë një tregues që gruaja është e ndarë nga bashorti. Për te funksioni si veshje tradicionale, xhubleta mbetet një dëshmi identitetit kulturor dhe mënyrës së jetesës së zonave veriore, duke ruajtur në çdo element të saj histori, simbolik dhe tradita që vijojnë të përcillen ndër breza.